Si është e mundur që e ka ndërmarrë një hap të tillë, ndoshta duke e ditur që edhe mund përgjohet, apo ka menduar se ka aq shumë pushtet edhe ndoshta dikush i ka dhënë garanci se mund të fitojë lirinë? Shiko, kur shkoi Henry Kissinger, ka qenë diplomati më i madh në SBA, ka ndëruar jetë moshë 100 vjeçare. Edhe kur shkoi në Kinë për të parë, edhe i thot ai kinezi, o të Xiaoping, kush ish nga ata, i thot sa i shëmtuar je, i thoshte Kissingerit, i thosh, si ka mundësi që ty të qepen të gjithë femrat e botës më të bukura, ti je kaq i shëmtuar. Edhe ai thoshte, pushteti, tha ai, është afrodiozik dhe ta krijon këtë mundësi që kur ke pushtetin, ai më i shëmtuari të duket më i bukur, të duket më king, të duket më, edhe punë e Erion Velis. Pushteti e bëri që të duke i fort, i fuqishëm, i bukur, pra kjo është ajo që të bën pushteti. Kështu që Erion Velia mendonte se kishte pushtet, por harroi që ai ishte i tradhtuar nga të vetët, ishte tradhtuar nga ministri i drejtësisë, ishte tradhtuar nga Edi Rama, pra ishte tradhtuar nga të vetët. Është i puna atyre që shkonin në kohën e komunizmit, Beqi Balluku me shok, shkonin në burg ata dhe i dërgonin letra Enver Hoxhës, se Enveri nuk dinte gjë që ata ishin në burg, se fajin e kishte Mehmet Shehu. Edhe puna e Erion Velis nuk e kishte a kuptor akoma, e dinte se fajin e kishte Sirmanja, jo mor, fajin e kishte Edi Rama, apo se kishte Sirmanja. Kështu që historia përsëritet, po kur e kuptojnë këta shumë vonë, pasi ka marrë rrugtimin për mos u dalë në Hamburgu për sa vite. Duke u referuar ministrit të drejtësisë në përgjimet që kanë dalë në media, Erion Veliaj hakërrehet pikërisht ndaj Ulsimanjës, duke thënë që do ta mbys me thonjë, pikërisht për qëndrimin e tij në raport me burgosjen e Erion Veliajt. A mund të themi në këtë rast se ka lindur një luftë e hapur brenda Partisë Socialiste? Po, pyetja është, kush e kontrollon Silmanjën? Silmanja klani kujt është? Është klani Edi Ramës. Apo jo. Tani ju mendoni se Silmanja ka vepruar pa dijenin e Edi Ramës? Po ato përgjime kanë shkuar më parë te Edi Rama, sepse përgjimet janë kryer brenda institucionit të goditërimit. Kur torturoi Kadria Zbiu me grupin në 82-shin, ato torturat i shikonte Enver Hoxha, pastaj dilin në gjyq. Edhe kjo punë tani. Edi Rama i kishte parë të gjitha përgjimet dhe Erion Velia tani akerroi Silmanjës. Po jo mon, Erion Velia duhet akerroi Edi Ramës. Kjo ishte ajo, sepse Silmanja po ta shikoj para sa ditësh, do të thënë glorifikonte Edi Ramën dhe mbi Zotin ishte Edi Rama, s'kishte tjetër. Tani Erion Velia është naiv që mendon që fajin e ka Silmanja, por gjithsesi ky është perceptimi i tij. Por lufta brenda Partisë Socialiste ju e dini që është klani i Zotit Xhapa, është klani i cili mbron Zotin Velia. Zoti Xhapa ju e dini që në 2021 Edi Rama e nxori nga dera, po Erion Velia ja futi nga dritarja me atë hersin e famshëm, atëre mblodhi vota, vuri gjithë deturazhin e bashkisë që votoi për zotin Xhapa, gjithë policia bashkiake e kohës, pra gjithë i nuvi çka kisha ai në dorë, punuan për zotin Xhapa, i cili kaloi dhe hersin dhe mori shumë vota, rreth 16.000 apo 17.000 në Tiranë. Kështu që ky është klani që ndërmjet Erion Velis dhe Edi Ramës. Por klani Erion Velis tani është në vështirësi, sepse ata po ja shkrin, ja ka larguar të gjithë drejtorët e bashkisë, dhe kur them ja larguar njerëzit më besnik të Erion Velis dhe administratorja e re e bashkisë, që është vendosur aty nga Edi Rama, po vendos njerëzit e saj, njerëzit e Edi Ramës edhe në bashki. Kështu që zoti Velia t'i lutet prokurorit që mos i vendosi grupin e strukturuar kriminal aty brenda, sepse nëse tani rrezikon nga 7 deri në 15 vite burgim, do rrezikoj nga 10 deri në 20 vite. Dhe 10 deri 20 vite me gjykim të shkurtuar i bie të dënohet 12 vite. Do thosh ti, okej, si a shumë 12 vite, ma problemi është që ka vajtur 60 vjeçë dhe kështu që është harruar pari që ka qenë dhe kryetar bashkie, jo më në politikë histori tjetër.
A mund të themi tashmë se kjo betejë brenda Partisë Socialiste është kthyer në një betejë midis Edi Ramës dhe Erion Veliajt për ta eliminuar politikisht këtë të fundit, por tashmë edhe në aspektin e përballjes me drejtsinë? Shiko, Erion Velia politikisht ka vdekur. Vetëm tani ka mbetur varrimi politik. Varrimi politik do t'i bëhet me vendimin e formës pret gjykatës. Politikisht Erion Velia ka marrë fund, nuk ka asnjë mundësi më, ka më asnjë mundësi që ai të kthehet në politik më, sepse akuzat për të cilët ai, ose mund të themi se akoma jemi tek faza hetimeve, pretendimet e prokurorisë për ato që ai ka bërë janë goxha të provuara, se s'mund të themi që nuk janë të provuara, por mos harrojmë që vetëm me këtë akuzë Erion Velia ka mas dënimi të lartë. Po nëse nesër do t'i komunikojnë edhe për inceneratorin e Tiranës, apo për 5D, apo për aferat të tjera, si do shkoj kjo histori? Që Erion Velia nuk mendon më tani për jetën e tij politike, ëndrat që kishte ai për të bërë kryeminist dhe t'i zite vendin zotit Rama, se kjo ëndër e mori me qafë zotin Velia, që Edi Rama e futi në burg. Problemi është që Erion Velia nuk e ka mendjen aty më. E mblodhi mendjen me politikën. Kështu që nuk ka zoti Rama se llogarit më fare Erion Velin, as e ka mendjen, nuk e ka më në mendje fare, se ja ka marrë të gjithë pushtetin edhe atë pak pushtet që kishte mbetur në Bashkinë e Tiranës. Madje të them diçka, dhe njerëzit që Erion Velia kishte mbështetje, disa zoti Rama nuk i ka kandiduar më, disa ata të tjerët si zoti Xhafa me shok i ka lënë në listë të hapur dhe ka dhënë orientimin në elektorat që asnjë prej këtyre mos të votohet më. Pra, që ata mos të jenë më në parlamentin e ardhshëm, pra asnjë nga klani zotit Velia të jetë në parlamentin e ardhshëm. Çfarë po ndodh me ish-ministren Olta Xhaçka, për të cilën gjykata ka marrë vendim duke i kërkuar SPAK-ut që të nisë hetimet sa i përket, po themi, pronave në Himar, ku ndaj saj ka një kallëzim penal, por edhe ndaj bashkëshortit saj Artan Gaçit. Shiko, zonjës Xhaçka i bën një nder shumë të madh prokuroria e posaçme. I bëri nderin, pra ja bëri çokën. Që do të thotë, dënoi zotin Goro, që ishte pjesë e kësaj dosje, ishte në këtë po të gjithë i kallëzim me zonjën Xhaçka, dhe mendoi që duke çuar në prokurori, në gjykat, dosjen vetëm me zotin Goro, aty do mbyllej gjithë kjo histori. Po jo, kjo nuk mund të mbyllej aty, se siç e thash dhe pak më parë në hyrje, që nuk mund të kemi korrupsion pasiv apo shpërdorim detyre pa nxjerrë në konkluzionin ky kryetari i bashkisë në funksion të kujt e shpërdoroi këtë detyrë.